Thellohet skandali me shpërthimin e fruthit në kopshte. 3 ditë më parë bëri buj në media një lajm se në një kopsht privat kishte patur shumë fëmijë të infektuar. Ministria e Shëndetësisë dhe e Shëndetit Publik dolën menjëherë me deklaratë duke folur për fake news dhe mohonte faktin se kishte shpërthim me fruthi. Instituti i Shëndetit Publik informon qytetarët se nuk ka asnjë shpërthim të fruthit në asnjë kopsht apo institucion parashkollor në qytetin e Tiranës, siç është raportuar në disa media. I bëjmë thirrje publikut të informohet vetëm nga burime zyrtare dhe të shmang për hapjen e informacioneve të pasakta që krijojnë panik të panevojshëm, thuaj në deklaratë. Por duket se ministria e Vis Sala, bashkë me ata që e rrethojnë, ka mashtruar. Top Channel ka publikuar imazhet e kopshtit privat ku ka shpërthyer fruthi dhe bëhet me dije se në datën 12 janar të këtij viti, kopshti tek rruga e Kavajës ka pasur 5-6 fëmijë të pavaksinuar të infektuar me fruth. Vetë kopshti ka lajmëruar autoritetet kompetente, por Ministria e Shëndetësisë dhe ISHP e kanë fshehur ngjarjen. Menjëherë pas njoftimit në këtë kopsht, kanë bërritur epidemiologët e Tiranës për hetimin dhe izolimin e rasteve për të ndërprerë zinxhirin e përhapjes së fruthit tek të vegjëlit e tjerë që frekuentojnë këtë kopsht dhe për të vijuar hetimin epidemiologjik. Duke nisur nga data 12 janar 2026, në respektim të procedurave të Drejtorisë së Shëndetit Publik, ky kopsht është karantinuar për 21 ditë. Madje për këtë ka edhe një proces verbal të cilin e disponojnë si administratorët e kopshtit, ashtu edhe Drejtoria e Shëndetit Publik. Instituti i Shëndetit Publik dhe Ministria e Shëndetësisë duhet mbajnë përgjegjësi për proces verbalin që kanë mbajtur dhe e fshehin duke e mohuar publikisht. Po ashtu edhe e Vis Sala duhet dalë të tregojë pse gënjeu pasi nuk bëhet çaka me fruthin. Kjo gjë mund të ndodhe edhe te kopshtet e tjera, qofshin ato private apo publike, dhe ministria në vend që të marr masa, krihet në media.